Departamenti Amerikan I Shtetit ka publikuar një raport të ri për politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ballkanin Perëndimor, ku Shqipëria përmendet si një nga partnerët më të rëndësishëm të Washingtonit në rajon, veçanërisht në aspektin e sigurisë, mbrojtjes dhe projekteve strategjike të energjisë. Në dokument thuhet se stabiliteti I Ballkanit Perëndimor lidhet drejt për drejt me interesat amerikane të sigurisë dhe ekonomisë, ndërsa rajoni konsiderohet një zonë ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës synojnë të rrisin bashkëpunimin politik, ushtarak dhe ekonomik. Raporti nënvizon se qasja amerikane nuk fokusohet më tek ndërtimi I shteteve, por tek partneritete strategjike dhe fuqizimi I vendeve të rajonit. Shqipëria vlerësohet si një histori suksesi e integrimit në NATO së bashku me Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut. Administrata amerikane thekson se zgjerimi I aleancës ka forcuar sigurinë rajonale dhe se do të vijojë mbështetjen për modernizimin e ushtrive dhe rritjen e kapaciteteve mbrojtëse të vendeve aleate. Dokumenti evidenton gjithashtu rolin e Shqipërisë në nisma ndërkombëtare të sigurisë, duke theksuar se vendi po kalon nga një konsumator sigurie në një ofrues sigurie, përmes angazhimeve në operacione dhe iniciativa ndërkombëtare. Një pjesë e rëndësishme e raportit lidhet me projekte strategjike në energji dhe infrastrukturë. Shqipëria përmendet mes vendeve ku SBA sheh potencial për zhvillimin e projekteve hidroenergjetike dhe forcimin e lidhjeve energjetike rajonale me tregun europian. Raporti thekson se infrastruktura energjetike në Ballkan mbetet e vjetëruar dhe në disa raste e varur nga ndikimi rus, ndaj Shtetet e Bashkuara synojnë të mbështesin investimet e reja në energji, transport dhe teknologji, mes projekteve prioritare përmenden zhvillimi hidroenergjetik në Shqipëri, Bosnjë e Hercegovinë, Maqedoni të Veriut dhe Serbi, modernizimi I termocentraleve në Kosovë, si dhe ndërtimi I interkonektorëve të rinj të gazit dhe energjisë në rajon. Administrata amerikane paralajmëron edhe përpjekjet e Rusisë dhe Kinës për të rritur ndikimin në Ballkanin Perëndimor përmes energjisë, investimeve strategjike dhe korrupsionit. Sipas raportit, forcimi I bashkëpunimit ekonomik dhe institucioneve demokratike konsiderohet mënyra më e qëndrueshme për të frenuar këtë ndikim. Në dokument thuhet gjithashtu se SBA do të punojë me qeveritë e rajonit për të përmirësuar klimën e biznesit, për të arritur transparencën në prokurime dhe për të krijuar më shumë mundësi për kompanitë amerikane në Ballkanin Perëndimor.